Kombëtarja shqiptare zbretësonte në fushë përballë Serbisë në kuadër të kualifikuesave të kampionatit botëror 2026, ndërsa trajneri Silvinho ka bërë publike zgjedhjet përfundimtare për këtë përballje të rëndësishme. Pas publikimit të listës me 27 futbollistë, tekniku brazilian është detyruar të përjashtojë 4 emra për të respektuar rregulloren e UEFA-s, e cila lejon vetëm 23 lojtarë të jenë të disponueshëm në listën zyrtare për ndeshjen. Të sakrifikuarit për këtë ndeshje janë Mario Dajsinani me Don Berisha, Adrian Bajrami dhe Adrian Pajaziti. 4 lojtarë do të ndjekin ndeshjen nga tribuna. Surpriza në këta emra është ai me Don Berishës, mes fushori që aktivizohet në Serie A, ishte në stol gjatë 2 ndeshjeve të fundit kundër Anglisë dhe Andorrës dhe shihej si një opsion i vlefshëm për mes fushën. Mungesa e tij mund të konsiderohet një surprizë duke marrë parasysh formën dhe pritshmëritë. Po ashtu edhe Adrian Pajaziti që kishte arritur të grumbullonte minuta në 2 sfidat e para kualifikuese të kësaj fushate. Nuk do të jetë pjesë e skuadrës për ndeshjen ndaj Serbisë. Pajaziti do të duhet të presë një tjetër mundësi për të kontribuar në fushë. Mario Dajsinani, portieri Ignatias, i grumbulluar së fundmi nga Silvinho si një emër i ri për kombëtaren, do të mungojë në këtë ndeshje. Ai ka debutuar më parë në miqësore me Kuqezin, por përballja e sotme nuk do ta shoh atë as në stol, duke mos qenë alternativë për Porton. Sa i përket Adrian Bajramit, mbrojtësi ende nuk ka arritur të fitojë minuta në drejtimin e trajnerit brazilian, edhe pse ka qenë i ftuar në grumbullimet e mëparshme. Fokusi është i përqendruar tërësisht te sfida e mbrëmjes së sotme, e cila nis në orën 20:45 në stadiumin Air Albania.